Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare sot ka pasur një takim me shefin e zyrës së OKB-s në Beograd, Peter Ndue. Thaçi pas takimit ka thënë se mbetja e Maqedonisë pa datë është faji i Partisë Shqiptare në pushtet. Sipas tij, të gjitha fajet në këtë rast janë në pragun e BDI-s dhe sipas Thaçit, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti duhet të japë sqarim për këtë situatë. Seriozisht nuk isha ndërmend që të prononcohem për këtë humbje të radhës që e pati Maqedonia, vetëm që mos na akuzojnë kundërshtarët politikë se ne tregojmë kënaqësi të madhe që Maqedonia nuk e mori datën. Po megjithatë në respekt të juve gazetarëve, opinionit publik dhe qytetarëve, jam i detyruar që të deklarohem në politikë të jetë e gabuar e qeverisë Maqedonisë. Më së shumti e zotit Ahmeti dhe BDI-s, në politikë e mashtrimit 6 vjeçar me gënjeshtra të një pas njëshme, unë kam bindjen e plotë se do të ndëshkohet fort nga shqiptarët kudo që t'jetë mundësia. Përgjithësia kam brit e dera e dhomës Ali Ahmetit dhe nuk ka pse të shihet tash, duhet del të na sqarojë cilët ishin turnet diplomatike dhe mashtrimet e radhës të tij. Mbajnë përgjegjësinë dhe do të jenë përgjegjës për këtë situatë.